Brezat e rinj me shumë gjasmë nuk do të kenë në listën e leximit e librat që i kanë lexuar prindërit e tyre. Kjo pasi Ministria e Arsimit dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit kanë propozuar rishikimin e disa prej lektyrave në ciklin fillor me synimin modernizimin e programit mësimor mbi përmbajtjen dhe vlerat që duhet u përcillen nxënësve. Zëvendës Ministri i Arsimit Lulzim Aliu siguron se nuk do të largohen lektyrat klasike, por do t'u hapin në rrugë autorëve të rinj dhe temave që lidhen me jetën bashkëkohore. Ne mund të flasim për gjinit të cilat duhet përfshihen për shkak se janë pjesë të programeve. Qoftë ajo të jetë gjinia e poezisë, e prozës, e dramatikës dhe me atë sa e kanë vërtetur janë përfshira këto gjini dhe ato që do t'japin propozimet ose komisionin që do t'a formojë Byroja për Zhvillim të Arsimit dhe që në fund do të sjellë atë listën finale të lektyrave, do të udhëhiqen nga kjo që të përfshihen të gjitha gjinit letrare. Profesoresha në katedrën e gjuhës shqipe dhe letërsisë shqipe Ajten Hajdar Qamili konsideron se librat që duhen rifreskuar janë ato që ajo i quan me frymën komuniste, ndërsa këto që lidhen me letërsinë shqiptare të mbeten për t'u lidhur me kohën moderne. Çka duhet të bëhet? Dhe ashtu ka qenë edhe praktike më pashme e komisioneve që është parë edhe në aspekt paralel letërsi botërore dhe të njëjtat letërsi që janë aktuale në gjithë botën, por edhe që janë të përkthyera në mënyrën më të mirë të mundshme edhe në gjuhën shqipe, në turqishte dhe në maqedonisht, sepse ashtu shkojnë ato që janë të huaja, paralelisht përdoren në të trija gjuhët, kurse këto që janë të letërsisë tonë, është mirë që të mbetet. Se kur do të zëvendësohen lektyrat e vjetra me të rejat ende nuk dihet saktësisht. Kjo pasi këtij procesi do t'i paraprijë një debat publik i cili duhet të përfundojë në fund të nëntorit.